Fabrika jonë ekziston prej vitit 2008. Në vitin 92 kom emigruar në Gjermani dhe kom punuar atje. Në vitin 2002 ku kom punuar mi ka dhënë shefi, domthonë gjitha mjetet më ia filluam më prodhue. Si mergjimtar si kom qenë, ne kemi dalë jashtë me synim për më kthyer në vendin tonë dhe më kontribuon në vendin tonë. Në 2005 ne kena filluar më prodhu keqap e majonez, një sipërfaqe pe 60 metra katrore. Dhe synimin e kemi pasur ne vetëm me punësu vllaun me shtime marrë një të ardhmë. Tash jena një kompani serioze, e kemi një sipërfaqe 3 metra katror objektet, i kemi dikon 6 linjat prodhimit, prodhojmë keqap, majonez, plastik, rrym, turshi. Produkti kena mbi 30 në treg qitash. Jena të shtirim në Kosovë në gastronomi. Prej pandemie ne ja kena filluar edhe eksport nga jashtë veni, sidomos në Maqedoni, Serbi, Shqipëri, kena edhe në Gjermani edhe në Francë, jena të bo mirë.